Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i dërgoi një letër zyrtare ambasadave në Tiranë, duke shprehur shqetësim për nismën e kryetarit të Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, për të shqyrtuar masën e sigurisë arrest në burg. PD thotë se kjo është një nismë personale e kryetarit Sokol Sadushi, pa një justifikim ligjor mbi bazën e saj dhe mund të çojë në ndryshime në statusin e personave të ndaluar, përfshirë figura të profilit të lartë politik dhe të krimit të organizuar. Partia Demokratike thekson se i vetmi zyrtar i lartë në detyrë që ndodhet në burg është kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, duke paralajmëruar se çdo vendim për masën e paraburgimit mund të ndikojë ndjeshëm besimin e publikut në pavarësinë e gjyqësorit dhe seriozitetin e përpjekjeve për të luftuar korrupsionin. Në letrën e saj, PD kërkon nga ambasadat të monitorojnë nga afër procesin dhe vendimarrjen e kolegjeve të bashkuara të Gjykatës së Lartë dhe të inkurajojnë transparencën dhe respektimin e standardeve ndërkombëtare të shtetit të së drejtës.